Ne do t'jemi në një moment të themun të rëndësishëm, ku gjykata kushtetuese ka rrëzuar SPAK-un për një veprim që ka lidhje me gazetarët. Pra, gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtë gazetarit Elton Qyno në ankimin e tij ndaj SPAK për sekuestrimin e pajisjeve elektronike. Zoni Batlia, përpara se të na shpjegoni vendimin e gjykatës kushtetuese, ju lutem dhe njëherë për publikun fare shkurt dhe qartë, siç di ta bëjë një avokat i mirë, çfarë është çështja Qyno, si veproi SPAK me gazetarin. Sa më shkurt. Çështja Qyno përmbledhet në problemin që çfarë ndodh kur i sekuestrohen materialet një gazetari profesionist për interesat e një hetimi gjithmonë. Gjithmonë kemi parasysh që gazetari duhet mbrojë burimet e tij, jo për hir të gazetarit dhe as për hir të burimit, por për hir të marrëdhënies që krijohet midis burimit dhe gazetarit që të informohet sa më mirë publiku. Pak të nuk bashkëpunon njëri me gazetarin dhe nuk informohet as gazetari që t'i thotë diçka publiku me vlerë pas. Dhe kjo gjë u mbrojt në gjykatën kushtetuese. Për kundrejt interesit nga ana tjetër të SPAK-ut që të hetonte, që të merrte prova. Në rasti konkret, SPAK-u kishte ca detyra që vinë që nga standardet ndërkombëtare, siç i thotë gjykata e Strasburgut, që duhet të kërkonte provën në rrugë të tjera. Pra ta kërkonte një herë në fillim fare tek ata që po hetonte. Dhe ata që po hetonte nuk ishte Elton Qyno i hetuar, po ishin prokurorët e vetë SPAK-ut, që kishin lënë të rritë informacionin nga dosja, që kishin nxjerrë informacionin. Edhe SPAK nuk hetoi këta persona, por shkoi direkt te gazetari dhe i vuri në rrezik, jo vetëm burimin konkret për atë rast, po dhe gjithë burimet e tjera që i ka për çështje të tjera, dhe sekretet e tij profesionale, dhe ato private pastaj gjithë me radhë. Dhe kjo çështje në fund fare gjykata kushtetuese vendosi që të mbrojë gazetarin dhe jo interesin e hetimit. Pra, mbrojtja e burimeve të gazetarit është më e rëndësishme në këtë rast se sa interesi i hetimit të SPAK-ut, sepse SPAK kishte të gjitha mundësitë që atë provë ta merrte diku tjetër. Kjo është pak a shumë ideja. SPAK nuk bëri detyrat e shtëpisë mirë dhe shkeli standardet ndërkombëtare që janë të thëna, të stërthëna nga jurisprudenca prej shumë kohësh. Ne nuk bëm në gjë të re në këtë gjykim. Ajo çfarë e bëri të vështirë gjykimin ishte qasja e gjykatave më të ulta, që nuk i dhanë zgjidhje atëherë kur duhej, që nuk e stopuan atëherë kur duhej të mos ndodhte fare, por e lanë të ndodhte. Madje dhe gjykata e lartë në mënyrë surprizuese mori një vendim negativ që ne nuk e prisnim as pak, se ne prisnim të ndodhte njësoj si rasti lapsit, që ka ndodhur më herët, ka vendosur një vendim unifikues gjykata e lartë për atë rast, dhe kësa radhe vetë gjykata e lartë shkeli vendimin e vet. Dhe u desh ndërhyrja e gjykatës kushtetuese për ta përforcuar standardin që u vendos dikur me çështjen e lapsit. Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese, edhe një avokat, çfarë ka konstatuar gjykata kushtetuese dhe vendimi? Është vendim tani kundër SPAK-ut. Po, ky është vendim kundër SPAK-ut dhe kundër vendimeve të gjykatës së posaçme, pra të gjitha shkallëve. Qartë. Gjykata kushtetuese ka cilësuar si antikushtetuese këto veprime, pra sekuestrime të dhënave dhe pajisjeve të një gazetari profesionist, dhe mbi të gjitha ruajtjen e kopjeve të gjitha të dhënave në arkivat e SPAK-ut. Se SPAK-u nuk është thjesht ja mori telefonat dhe kompjuterat dhe USB-t e DVD-t e çfarë gjeti në shtëpi dhe në punë, Elton Qynos. Por i mbajti edhe nga një kopje të plotë të gjitha këtyre dhe kur ja ktheu materialet, i kishte kopjet akoma atje. Pra virtualisht të gjitha të dhënat e Elton Qynos gjendeshin ende në dorën e SPAK-ut edhe ditën që ishin në gjykatën kushtetuese. Dhe në këtë rast gjykata kushtetuese tha që kjo është antikushtetuese. Kjo është në shkeljet kushtetutës sepse shkel lirinë e shprehjes. Sepse duke rrezikuar gazetarit të tregojë sekretet e tij, duke e zbuluar prokurori, atëherë trëmben burimet, dhe duke u trembur burimet, nuk bashkëpunojnë me gazetarët të ardhmen, dhe kështu prishet gazetaria cilësore. Dhe kjo dëmton edhe interesin e gazetarit të shprehur lirshëm, për të ketë një informacion të pasur vetë ai, po dhe të informojë dhe publikun në fund fare, dhe e theksojë një gjë të tillë gjykata kushtetuese. Kjo është më e rëndësishme për kushtetutët se sa interesi një hetimi i cili në fundit mund të ishte zgjidhur në mënyra të tjera. Pra, avokat, është një vendim i rëndësishëm për gazetarët dhe a shënon ky një precedent për të ardhmen për mënyrën se si SPAK apo institucionet e tjera të ligjit duhet të qaset ndaj gazetarëve. Unë jam i qartë, kam kryesuar një shoqet gazetarësh, gazetarë gjithë jetën, dhe kolegët besoj,
jemi shumë të qartë që burimi, për shembull, te ne është, te kodi ynë i etikës, është qartësisht i pa, nuk deklarohet. Qoftë edhe për arsye, nuk ka rëndësi fare, vetëm mjafton që t'jetë prova, jo t'jetë fakt, t'jetë e vërtet. Por kodet tona janë shumë të qarta, kodet e në gjithë botën. Sidomos kodet në botën përndimore nuk e lejojnë në mënyrë të qartë të prerë, kur ajo burimi nuk deklarohet. Po? Po. Pra, është një precedent. Po, është një precedent. Sepse gjykata kushtetuese tashmë ka treguar të gjitha gjykatave, të gjitha niveleve, që kur nesër pas nesër të ndodhë, siç ka ndodhur jo vetëm kolegu Qyno, i ka ndodhur kolegu Artan Hoxha, i ka ndodhur Medias Lapsi që përmenda pak më parë, nuk mundet ta bëjnë më një veprim të tillë në të ardhmen prokurorit e çfarëdo lloj niveli, qoftë edhe prokuroria posaçme. Pra nuk do ketë të drejtë të shkojnë te gazetarët dhe të rëmbejnë pajisjet e tyre dhe të futen në sekretet profesionale, të hyjnë tek jeta e tyre pa pasur një rast tepër ekstrem ku Spaku, në rastin konkret, të ngrej duart lart thotë unë nuk kam se ku e gjej në vend tjetër të provë. Në ato raste, kjo e drejta e mbrojtjes burime gazetareske kufizohet. Por kjo gjë në praktik nuk mund të ndodhë kurrë, pse se gjithmonë hetimi ka mundësi të tjera. Në rastin konkret, për shembull, ishin prokurorët e Spakut që nuk ishin hetuar fare. Nuk u mor telefonat atyre, nuk u bë kontroll banese atyre, nuk u bë kontroll i vendit punës atyre, nuk u vu pajisje përgjuese atyre, e kështu me radhë. Po shkuan te gazetari. Nëse do të bëheshin siç duhet gjërat dhe siç do bëhen në të ardhmen prej këtij precedenti, atëherë gazetarët nuk do kenë më një rrezik të tillë që t'i rëmbejnë telefonat nga prokurorët apo nga oficerët e policisë gjyqësore, siç ka ndodhur deri të kaluarën. Ky vendim tashmë do publikohet në fletore zyrtare dhe do ketë vlerën e ligjit për gjitha gjykatat që tani e tutje. Dhe ma mërë mendje që gjykata kushtetuese do shpreh shumë qartë edhe në arsyetim të gjitha ato që mund sapo thash. Pra, avokat përfundimisht, ne kemi një precedent dhe kjo tani do në favor të gazetarëve dhe është një gjë e mirë, është një ngjarje pozitive mund të themi. Atëherë, unë do të bëj një pyetje edhe, po të mos e mbajmë avokatin them unë. Jo vetëm një gjë me avokatin. Thuaja, po që se keni gjë me avokatin patjetër. Do të thonë shumë e qartë që vendimi atakon Spakun, po mbi të gjitha atakon gjykatat që mbrojtën në vendimin e Spakut. Pra, ajo që flitej, pra ai lapsusi freudian i Dumanit që gjykatat marrin vendimet siç ja kërkojmë ne, u zbatua në këtë rast. Pak a shumë, edhe në gjykatën e lartë. Por unë kisha te vendimi që nuk është zbardhur i plot, pra ne kemi vetëm ekstraktin e vendimit. Aty ka një moment që të krijon një lloj dyshimi dhe doja që ju të ma sqaroni si avokat. Aty thotë që, okay, gazetari nuk duhet i tregoj burimet e tij, por ka një moment dhe thotë, përveç se kur ekziston një bazë e qartë ligjore që autorizon atë dhe një interes publik mbizotrues që e dikton atë. Si përkthehet për gazetarët këto fjalësi i gjykatës? Atëherë, është ajo që thash pak më parë, pra se kjo vjen nga jurisprudenca e gjykatës së Strasburgut. Dhe është të thënë shprehjesisht që vetëm në rastet kur prokuroria ka interes për të bërë jetim dhe i ka provuar të gjitha mënyrat për ta gjetur provën dhe nuk ka arritur dot ta gjejë dhe ja tregon dhe gjykatës gjitha përpjekjet që ka bërë. Dhe në ato raste i vetmja mundësi mbetet që të pyesë gazetarin apo t'i marrë diçka gazetarit, të zëm i merr telefonin një moment, kopjon vetëm një të dhënë të caktuar dhe ja kthen telefonin, ose merr nga kompjuteri një USB, kopjon një fajl dhe ikën dhe shkon, merr provën. Pra domethënë, e para punës do ta bëj vetëm kur ngjelet mundësia vetëm për të siguruar provën që duhet, dhe e dyta, duhet metodat bëhet sa më delikate dhe jo të hyjë siç hyri si ndodhi rasti konkret si Arusha dyqanin e qenturinave, që u fut domethënë dhe i mori gjithçka që gjeti. Kjo metodë, edhe sikur të jetë të drejtë Spaku në kuptimin ligjor, përsëri metoda se si veproi ishte tepër brutale dhe ishte në shkeljet kushtetuese vetvete. Pra kemi shkelur disa nivele në rastin konkret, që gjykata kushtetuese ku ta zbardhë vendimin do t'i tregojë gjitha me radhë. Unë them që në praktik kjo nuk mund të ndodhë kurrë, sepse gjithmonë prokuroria ka mundësi të hetojë në vende të tjera. Në rastin e Lapsit kishte mundësi të shkonte atje ku kishin rrjedh të dhënat. Në rastin Qyno kishte mundësi atje ku kishin rrjedh të dhënat. Dhe jo të shkojë te gazetari. Prandaj them që gazetarit kjo në praktik mund mos i ndodh kurrë që të vjetë në një pozitë të tillë. Por gjykata kushtetuese detyruar ta thotë edhe një skenar të tillë që gazetarët ta dinë që nuk është kaq e pakuvizuar kjo e drejtë, por është e drejtë që i mbron ata në të gjitha rrethanat normale.
siç që mos ndodhin ato gjëra që kanë ndodhur deri më sot. Një gjë të re që nëse mund ta shtoj, që ka ndodhur sot, një vendim tjetër gjykatës sot, ka ndodhur i shkallës parë, ku përsëri Erton Qyro kërkoi tash për kthimin e dokumentave të sekuestruara, se ne deri në gjykatën kushtetuese diskutonin çështjen e pajisjeve digjitale, kompjutera, telefona e tjerë. Ati u sekuestruan dhe 54 faqe dokumentacion, që ishin pjesa e kopjuar nga dosja që kishte rrjedhur informacionin, dhe gjykata vendosi ta urdhëroi Spakun t'ia kthejë edhe këto dokumenta. Prokuroria u kërkoi të mbrojë me idenë që këto janë materiale nga dosja, ai s'duhet i ketë, por gjykata arsyetoi që këto janë kopje e tij, se si i ka siguruar ai është punë e tij, nga momenti që ai ka disponuar këtë kopje, ai duhet ta ketë tashmë. Sepse gazetari pra ka të drejtë të ketë dhe arkivën e vet dhe materialet e veta. Pra nuk mundet prokuroria të vendosë me kokën e vet se çfarë duhet të ketë gazetari në dorë dhe çfarë nuk duhet. E vetëm që do të bëjë prokuroria është të ruajë informacionet e veta mos i dalin. Por këtë gjë Spaku nuk e ka treguar këtë aftësi kaq të mirë deri tani, ka rrjedhur informacione vet dhe ta zgjidhë probleme brenda vetes vet. Por jo të merret me gazetarin. Gazetari ka bërë punën e vet mirë dhe ka të drejtë edhe dokumentat e paligjshme të disponojë në moment të caktuar, që nga momenti që ai ka marrë dhe punën e tij si e ka marrë. Kjo është një fitore e re e sot. Okej, sigurisht. Avokat, falenderoj shumë, ishte një sqarim shtërus, domethënë, unë ju falenderoj edhe për arsyen tjetër të rëndësishme që ju jeni bërë pjesë e rëndësishme për të mbrojtur gazetarët në problematikat që ata kanë me shtetin apo me këdo tjetër. Falenderoj edhe për spjegim. Edhe një pyetje shkurt? Mund të pyes për diçka shkurt? Kemi jo shumë të gjatë, po me gjithse të pyete. Jo, përshëndetje avokat. Unë kisha një pyetje kështu në praktik. Sepse ju e tha dhe vetë ishte rasti lapsi, ku gjykata vendosi që burimi nuk preket, por prap prokuroria nuk e respektoi vendimin dhe e shkeli. Mbas këtij vendimi, a ekziston rreziku që të kemi sërish një rast të ngjashëm, pra a e pengon ky vendim në mënyrë përfundimtare prokurorin që mos t'i marrin gazetarit telefonin mos t'i rëmbej telefonin, mos t'i marri dokumentat, sepse në fund fare burimi mund t'jetë edhe në telefon, e kupton? Dhe ai po ta mori, ai ta ka nxjerr burimin, pastaj se do vendosi gjykata që ajo ishte e paligjshme, pra ky vendim a e ndalon prokurorin këte tutje që të hyj dhe t'i marri me zor gazetarit materialet? Po, prokurori mund të bëjë gjëra të paligjshme, po themi, ama me ligj nuk ka më drejt ta bëjë gjë të tillë. Ka drejt vetëm ta marrë, po nëse gazetari është duke u hetuar vet pastaj për ndonjë krim që ka bërë gazetari, kjo është tjetër histori. Por gazetari në kushtet që është thjesht i raportues i lajmit, që nga ky moment e mbrapa nuk do ketë mundësi për prokuroria të bëjë. Është duke duar vetë, është pandehur, është i hetuar. Avokat, gjithsesi të falenderoj shumë për, siç thash, për përgjigjet që ne të Faleminderit.